Si quaj? Unë quhem Dalip Mema. Jam banor i fshatit Legaj. Juroj në radhë të parë mbi se ardhen tuaj që keni ardhur që çani hallët e këtij komunitetit. Komuniteti jon ose fshati jon ose lagja jon ka shumë halle. E para hera është rruga, që është më minimalja. Sa gjatë është kjo rruga? Kjo rrugë bëhet as bëhet kilometër, se plus minus 1 kilometër këtu, po këtë drejt sa është ose gjithë fshati Legaj afërsisht 2 kilometra. E gjithë fshati Legaj për të urbanizuar. Për të rrugët po bëhet 2 kilometër rrugë. Këtë problem unë e kam ngrit edhe Grida Dumës kur ishte atëherë kandidate për në kuvend popullor. Çfarë tha Grida? Grida e mori përsipër, por faktikisht nuk fitoi. Edhe kështu që rruga ngeli pezull. Grida erdhi gjithë ne. Erdhi, nuk kemi lënë vend po u fut në atë kohë, nuk u realizu. E para, edhe problem tjetër ne kemi punën e tokëve. Tokët tona kanë ngel batall kur I themin e pa plugu, pa punu, sepse infrastruktura këtu që ne nuk funksionon fare. Tokat tona janë tokat më të mira të zonës të Kavajës. Ne kemi një problem mbi kalimin ose nën kalim, sepse në lagjen tonë janë vra shumë vetëm. Duke kalu, I pare kaloj edhe unë kam qenë premis për të vrarë në Ju e kaloni autostradën shumë sipër? Kalojmë autostradën sipër, sepse unë kam një gomar, nuk kam makinë. Të shkojnë të dalë mbi kalimin Legajt, 2 orë. Të shkojnë fushë të marrë ushqim për baktit. Pavarësisht se sot kemi bakti fara, kjo na ka detyruar që I kemi heqë gjithë baktit. Ajo mungesa e tij mbi kalimin. Mungesa mbi kalimin, sepse ne vritmi aty. Unë aty do kaloj me thes plehu që do të nxjerr nga fusha. Ç'të bëj? Makinë s'ke, mjet s'ke. Po s'kam makinë, se po të kisha makinë, nuk kërkoj gjatës së shtetit, ne nuk I kërkojmë diçka që të vit punojë me mua ose ta mielli tokën time të mashtjeri mu bukën. Sun bukën e shti vet, dita shti vet. Unë të gjithë të pjesëtarë këtu. Pra për ne kemi shumë probleme. Inshallah ju mund ta bëni diçka, mund ta realizoni këto kërkesat që kemi ne.